Ama ktilerden mal ödesine. Alay var alay. Mjeshtri i shportave. Ja dhe mjeshtri i shportave. Ku i mbledh këto? Ka plotë? Shush. Mama! Lërë! Prita. Mere mama. Hey bro, thanks man. And you? Mirë mëngjesi. Ej Mara. Ne sapo kemi nisur një vlog të ri. Keni parë disa pamje nga fshati ku ishin dje, nga rruga për të ardhur këtu. Jemi me pushime, jemi në Himar. Ora është 6 e mëngjesit, tash 6:20 e mëngjesit. Dhe ne të dyja kemi dalë për të bërë ecje në mëngjesit. Të tjerët flen. Ne kemi menduar që këto ditë sa jemi këtu, të dalim për të bërë ecje. Për të shijuar detin e bukur. Po. Edhe dielli tani po lindë. Kështu që sa të dalën rrezet e para të diellit, do fillojmë nga fotot. Kemi dhe foto për të bërë përveç ecjes. Kështu që çfarë do të thosh? Çfarë do thoshim? Do thoshim që do bëjmë vlog gjatë këtyre pushimeve, po një vlog, vetëm një video, për të përmbledhur të gjitha ditët që ne jemi këtu, momente të ndryshme. Nuk është se do ju flas shumë në kamerë,
sepse duam që të shijojmë këto pushime. Thjesht do kapim momente nga vendet ku do shkojmë, nga odetet, dhe në fund fare do ju flasim dhe për çmimet dhe për të gjithë shërbimin, sepse ne kemi herët me pushime, por t'ju informojmë dhe ju të tjerëve se si do ja kalojmë edhe se si do jenë çmimet në jug të Shqipërisë. Apo jo? Sa e bukur. Zemër tanë. Ne bëm edhe ecjen e mëngjesit, kemi ngrënë edhe mëngjesin, bërëm petulla. Tani grupi është duke pirë kafe në balkon, ndërsa unë thash të bëj shpejt një home tour. T'ju tregoj pak shtëpinë që po qëndrojmë këtu në Himar, e cila quhet Villa Bodini, edhe ja u super sugjerojmë, na ka pëlqyer shumë, është shumë qetësi, shumë pastër, çdo gjë është e re, është e mobiluar bukur, por dhe ja u tregoj tani shpejt që ta shihni dhe ju vetë. Këtu është hyrje, por ju mos na shihni këto rëmuja që kemi bërë, se ne kemi ardhur që dje. Edhe këtu është pjesa e sallonit, është kuzhina e madhe, tavolina, këtu është pjesa e sallonit, aty janë 2 krevat tek, të cilat janë të bashkuara, divani, është balkoni jashtë super i madh, veranda që ka pamje nga deti, do ja tregoj pastaj. Pastaj kjo është pjesa e korridorit sa po futesh, është kjo komedina, këtu është pjesa e tualetit, e cila është goxha e bukur. Ne kemi vendosur gjërat tona, është pasqyra, është dushi këtu, pra është edhe e mobiluar shumë bukur, shumë të bukura këto gjëra që ata kanë zgjedhur. Dhe goxha e madhe për 4 veta që jemi ne. Këtu është një dhomë gjumi, pra ka një dhomë gjumi, është edhe salloni ku ka dhe 2 krevate tek të bashkuar. Kjo është dhomi i gjumit ku flem ne. Ishte goxha i rahatshëm krevati, qetësi, ishte shumë freskët. Këtu ishte vetëm ajo gjë që s'më ka pëlqyer shumë, në fakt, është duke qenë se ne do rim 10 ditë, vetëm ky është pjesa e garderobës ku ne do vendosim rrobat. Edhe ngjajnë pak rëmuj në fakt, sepse i kemi shtruar atje, i kemi palosur. Këtu kemi varur ca gjëra kryesore, këmishat e burrave për shembull, në një bluzë të shkurtra të këtyre. Ky seti im. Kjo është pjesa e pasqyrës. Këtu jam unë. Edhe këtu kam vendosur torraqet e mia, të cilat sado që unë i rregulloj prap do bëhen rëmuj sepse është vend i vogël, por s'ka gjë. Duket shumë bukur. Dhe kjo është edhe panorama super e bukur. Ka ca panorama këtu që janë shumë të lezetshme. Këto elefantët për shembull. Dhe kjo këtu që është në dru. Kjo është shtëpia, aty është balkoni, do dal tani t'ja u tregoj dhe ja u sugjerojmë. Është 3 kaçe, është vilë e madhe, do ju ka pamje edhe nga jashtë që t'i shikoni. Dhe ja, mund t'ja u tregoj dhe pamje në fakt. Këtu është dritarja kuzhinës, obori dhe ajo është pamja, por nga balkoni që ne rrim është më bukur, se na e ka penguar dhe kjo ndërtesa që po bëhet. Por që për çmime dhe për çdo gjë tjetër do ja u tregojmë në fund. Por tani na duken shumë mirë. Po ja u them që në fillim që çdo gjë na duket goxha mirë me çmimet. Nuk e dim si do jenë më vonë, por tani janë shumë mirë.
my heart, the light doesn't get off. Mirë mëngjesi! Mëngjesi. Ne sot po ikim në Porto Palermo. Do shkojmë një herë të shikojmë kalan e Portos së Palermos dhe më pas do bëjmë plazhin. Me and you in a room with an ocean view. Look at us, did they think we'd given up? This can't be love, they said. Be real, don't lose your head. This is happening, all of our feelings are true. Yeah, they're true. Bora! Na, fillam dhe nga peshkimi tani. Qa lloj peshku mund t'jetë kë? Rete. Tik, tik. Mëngjes. Gati për në plazh. Ku do eksplorojmë sot? Sa do shkojmë, ha? Qeparo. Apo Qepara. Qeparo. Duam të shikojmë dhe fshatin e vjetër të Qeparos, po. Se dia do ja dalim. Ne jemi bërë gati. Çfarë po bëhesh këtu veshur? Ah, me leopard. Ne ikem. Në aksion për të gjetur vendin që të bëjmë foto. Ju?
bërë gati, kam veshur rrobat e banjës nga Sheni, kam veshur këtë fustanin gjithashtu që e kam bler vjet nga Sheni, është i çar këtu, edhe është i thurur, do ta vesh sot, duke qenë se kemi menduar dhe jemi organizuar që të marrim vark, vark ose gomone, nuk e di se çfarë quhen, që janë këto të agjensive turistike që të çojnë në përbrigje që ne nuk shkojmë dot me makinë për shembull. Ne kemi zgjedhur një paketë e cila kushtonte 35 euro, por duke qenë se ishim 4 veta, na e lanë me 30 euro. Edhe ishin, nuk e di se sa brigje që i shikonin, po mendoj se një 6-7 brigje që ne do t'i vizitonim. Kjo zgjat 3 orë gjysmë, do nisemi në 11:30 deri në orën 3 do jemi në det. Nuk e di nëse u kam thënë më parë, por unë nuk di not, edhe e kam çik frikë të si gjë, por do vendosim një lekun. Edhe më vjen i natë se nuk hidhem dot në ujë që të shikoj, tamam ta shijoj ato bukuritë e detit që janë për këto brigje, por s'ka gjë, do mundohem të bëj video, të bëj në një foto të bukur, edhe t'ja kalojmë bukur. Dje kam bërë një dush, nuk e kisha larë flokun në det, kisha 3 ditë, edhe nuk e kisha larë as në shtëpi, domethënë. Edhe dje bëra dhe një mask që e pash nga ChatGPT-ja, era parë që e bëja. Më duket se i ka zbutur goxha, por mendoj se duhet të blej ato shampot për flokun Beyond, duke qenë se këto shampot e thjeshta të marketit nuk funksionojnë, sepse shkarkojnë ngjyrën, kthehet në ngjyrë të shpifur pastaj, edhe na ikën kjo Beyondja që kemi krijuar. Një gjë që kam kuptuar gjatë këtyre ditëve me flokët e lyer, është që s'është si floku jemi më parshëm, sepse i dëmton goxha. Unë duke qenë se kam flokën shumë të ashpër, dhe koloruesi ma ka bërë akoma më të ashpër, madje dje unë nuk arrija t'i krehja flokët sepse ishin shumë të ngatruara. Edhe kur erdha nga plazhi i kam krehur avash të gjitha. Kam bërë maskën, edhe kam mbajtur 1 orë në kokë, dhe më pas jam larë. Sot më duken më të buta, por diçka tjetër që vura re është që i kapa dje gërshet mbas dushit, që i thava, që të më bëheshin me onde. Dhe më përpara nëse më bëheshin, tani nuk më bëhen. Shikoni pak se si rinë si lesh, si të fryra. Por do blej shampot e duhura kur t'ike në Finland. Kam menduar të marr ato të Kerastases. Kam parë një linjë që është për flokën Beyond, por ju nëse keni sugjerime të shampove që ju kanë ndihmuar me flokën Beyond, të mi shkruani në komente. Tani duhet të bëhem gati, të lyhem pak me kremin e ditës dhe me kremin e diellit, dhe duhet të ikim, sepse të tjerë po presin mua. Do ju marr me vete, dhe mos harroni të hyni dhe në Instagramin tim, sepse aty keni më shumë video, më shumë foto të bukura nga pushimet tona në jugun e Shqipërisë, edhe sugjerimet që unë do ju bëj për sa i përket restoranteve, të cilave do ju flas në fund për çmimet edhe për çdo gjë. Do të plesh edhe këtu. Dhe që ka pike. Stas ka një shumë.
goca uji. Ama jemi në djegur. Κοπέθελη. Da, desde edhe po të mbyllësh ajo vështirë ta çamë. Ma telefonin se po bëj. Mbas disa ditësh, në fakt kanë kaluar shumë ditë, edhe ne jemi kthyer në Tiranë. Nuk jemi më me pushime, jemi kthyer dje në darkë, në ora 7 e darkës, jemi lodhur goxha, sepse është gjithë e rrugë, por ja kaluam shumë bukur dhe unë nuk isha bërë një mbyllje për këtë video, ndaj mendova të hap videon, kamerën dhe të filmoja, t'ju tregoja pak në mënyrë të përgjithshme rreth pushimeve që ne kishim dhe bërëm në jug. Është kështu, është super vap, nuk e di, jam duke shkrirë, është ora 11 e mëngjesit dhe është 30 gradë, por kur se di se sa ndihet. Dhe floku im ka marrë për kot, që kur i kam lyer në bjonde, pak nga uji i detit, që është ujë me krip,
pak dhe bjondja që edhe dekoloru si që mi ka shkatruar. Më kam parositur gjitha shampot e Kerastases me mask, me një lloj maske që përdoret 3 herë në javë, me një spucin e flokëve, me një vaj, me një shampo dhe të shikojmë në qoftë se do ndryshojnë gjendja e flokut tim pasi ti kem përdorur. Tani të vazhdojmë pak me pushimet. Ne ishim në Himar. Shtëpinë e kishim gjetur online nga Booking në Himar. Po tam Himar quhet ajo zona atje dhe quhej Villa Bodini, do ja u lë këtu emrin. Ju mund ta shikoni edhe në Instagram, por dhe në Booking ose në Google mund ta kërkoni. Ishte super shtëpi e bukur. Ishte një vilë 3-4 kaçe më duket. Ishte ishte një familje që e kishte, çifti me 3 fëmijët e tyre të vegjël, të cilët ishin shumë të mirë që të gjithë, edhe ishin shumë ndihmues, shtëpia ishte e pastër, ishte e mobiluar në mënyrë moderne, çdo gjë ishte e re, e kishin vetëm 3 minuta larg nga deti, duhet të zbrisnim një malore, që mua s'mundan kur këto maloret, duhet të zbrisje një malore dhe dilje direkt tek deti. Ne aty afër shtëpisë kemi shkuar 2 ose 3 herë gjatë mbasditeve ose 2 herë që në mëngjes, këto 2 ditët e fundit, nga që nuk kemi lëvizur, kemi dashur të rim në një vend sepse edhe jemi lodhur. Pastaj të gjitha ditët e tjera ne kemi bredhur. Kemi qenë në Qeparo. Në Qeparo, për mua ishte hera parë. Në Qeparo ishte një vend shumë goxha i lezetshëm, i bukur, por deti ishte me rër, nuk është se ishte me gura, edhe ajo rëra e sikur e turbullonte pak dhe mendoj se ishte më shumë i përshtatshëm për familjet që kanë fëmijë të vegjël, që të rinë më rehat edhe të jenë më mirë afër bregut, por jo se unë nëse di notë edhe do më duhej një vend tjetër më i mirë, por që për preferencat e mia më pëlqejnë më shumë këto vendet e tjera se sa Qeparoja. Më pas kemi qenë në Livadh. Në Livadh kemi qenë 2 herë. Ishte shumë bukur, na ka pëlqyer shumë. Atje edhe u vrava një herë, rash nga i 2 sheku i madh që ne çonim në det. Por ishte deti shumë i pastër, ishte me qetësi, plus që gjatë javës nuk është se kishte njerëz fare, vinte e premtja e shtunë e diela që mbushej plot, që vinin shumë njerëz nga Tirana, por gjatë javës ishte shumë qetësi. Në Livadh ishte shumë bukur, nuk e mbaj mend ku kemi ngrënë në Livadh. Më duket se kemi ngrënë 2 herë që kemi qenë. Kemi qenë tek një restoran që quhet Stefi. Kemi zhurmë shumë thoja, ishim 2 herë në Livadh, te restoranti i parë mbajnë mend që quhej Stefi dhe ishte shumë bukur, na morën ato se di si quhen, si tip karroca, si tip makinash të vogla të hapura që janë për këto resortet dhe ishte shumë mirë tek Stefi, ishte një restorant i ri, më duket se ishte hapur tani, edhe ishte goxha luksoz, i bukur dhe gatuanin shumë mirë dhe me cilësi. Pastaj nuk e di tek restoranti i dytë te cili ishim në Livadh, por do të shikoni tek Instagrami im sepse kam përgatitur shumë video të ndryshme me sugjerime për vendet për të ngrënë, për plazhet, për të gjitha gjërat që do jo flasat në këtu. Më pas kemi qenë në Porto Palermo. Në Porto Palermo kemi qenë 2 herë. Sa kalan e Porto Palermos është një breg, ta quajmë breg, po, që spret kështu poshtë, edhe është vetëm një restoran, quhet Nemo. Ja u super sugjeroj, pash edhe në Instagram që e kishin nxjerrë një 2 veta, që nuk i njoh, por pash që e kishin nxjerrë dhe kishin sugjeruar dhe vërtet ishte shumë mirë, dhe ato e kishte një familje, të cilët disa gatuanin, disa e shërbenin, kishin nga këto gjërat fshatshë si salcën e kosit, domatet, kastravecat, kishin në peshku shumë të mirë, e kishin të freskët. Do të thënë kudo që kemi shkuar, peshku ka qenë shumë i mirë dhe i freskët. Te Nemo ja u sugjeroj që të shkoni, sepse vërtet gatuanin shumë mirë, uji i detit ishte super i bukur, ishte qetësi dhe nuk vinin shumë njerëz, se si duket nuk është zbuluar akoma aq shumë. Tjetër ku kemi qenë 2 herë në Livadh, disa herë në Himar, kemi qenë në Porto Palermo dhe nuk e mbaj mend tjetër ku kemi qenë. Kemi qenë në goxha vende. Pastaj një ditë të hënën që kaloi, domethënë, morëm ato guidat që janë me varka.
Ajo jona ishte si tip gomone, na thanë që është më mirë kjo si tip gomone se sa ato varkat e ndryshme. Dhe morëm këtë gomonen, e cila kushtonte 35 euro për person. Ne ishim ne të katërt, ishte edhe një çift tjetër i huajsh nga Gjermania. Dhe vetëm ne, do me thënë të 6, bashkë edhe kapiteni Janis, i kemi rënë të gjitha brigjeve të jugut, do me thënë ajo pjesa atje. Nga Himara që u nisëm, kemi shkuar në Livat, në Llaman, në Jal, pam gjirin akvariumit, disa shpella piratëve, pullumbave, shpella e çifteve, shpella binjake, sepse ishin 2 groba gjigante binjakësh, që ishin binjaket e njëjtat. Kemi parë shumë, por ju i keni parë besoj në klipet e më parshme, por më tani po bëj një përmbledhje. Tjetër, do me thënë atë xhiron që ne bëm prej 3 orësh e gjysmë me varg, jo super sugjeroj ta bëni dhe ju nëse shkoni në ju, sepse do kënaqeni dhe do shihni shumë plazhe të bukura. Ne në 2 dhe në 3 plazhe të ndryshme që shkuam, qëndruam rreth 20 minuta, 15 minuta dhe kemi bërë plazh, jemi kënaqur shumë. Tjetër, çfarë doja të sugjeroja tjetër? Kemi ngrënë suflaqe shumë në qendër të Himarës që dilnim mbas ditëve dhe darkave. Ishte një vend që quhej I Love Souvlaki dhe bëni suflaqe si në Greqi, ishte shumë të mira. Tjetër Akullore, dhe u sugjeroj dhe një vend që është në fillim të pedonales që futesh për tek xhiroja tek në Himar. Nuk e di se si quhej, po i kam bërë një foto dhe doja u lë këtu. E qanin akulloren, do me thënë ishte një akullore aq e shishme, aq e mirë. Nuk e dim me se e kishin bërë, por vërtet ishte shumë me mirë. Sugjerime të tjera dhe video të tjera, foto që ne kemi bërë, të gjitha do t'i gjeni tek Instagrami im, Angela Lilo, do ja u lë këtu poshtë që ta keni më kollaj. Dhe bashk do shihemi në video të tjera. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Është vetëm një vlog që unë kam përgatitur për pushimet tona. Nuk e di se sa i gjatë ka dalë apo jo, sepse në këtë moment që po flas nuk e kam edituar akoma. Ishte vlogu i pushimeve, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Do të shihemi në video të tjera akoma më të bukura. Na presin udhëtime të tjera, që unë nuk do ju flas akoma këtu. Por besoj se kur të ketë dalë kjo video, do e keni parë, besoj se ku do jem. Kështu që shihemi në video të tjera. Paçi!